Mirë se vini. Sot do të flasim për diçka që tingëllon krejtësisht e gabuar, por që funksionon në mënyrë spektakolare. Po flasim për doktrinën Arnaut. Pyetja është e thjeshtë. Si ka mundësi që markat më të mëdha të luksit në botë, ato që të gjithë i duan, duket se i injorojnë totalisht klientët e tyre? Tingëllon çmenduri apo jo? Le t'i hyjmë më thellë kësaj ideje. Okej, për të kuptuar tamam se si funksionon kjo, do të kalojmë në 6 pika kryesore. Do flasim për paradoksin anti-marketing, kufijtë e dëgjimit të klientit, krijimin si një akt leadershipi, pse klientët ndjekin vizionin, disiplinën për të thënë jo, dhe në fund, pse kjo strategji është si një bisturi, jo një çekiç. Këto janë, le të themi, themelet e kësaj filozofie kaq të veçantë. Pra, le ta nisim me pikën e parë. Paradoksi anti-marketing. Këtu qëndron thelbi i gjithë misterit. Bernard Arnault thotë, ne nuk bëjmë marketing. Prit, çfarë? Kjo është si të thuash që një furr buke nuk përdor miell. Tingëllon si herezi totale në botën e biznesit. Por siç do ta shohim, kjo nuk do të thotë që ata nuk komunikojnë. Jo. Fjala është për diçka shumë më të thellë. Dhe menjëherë lind pyetja, si ka mundësi? Si mundet kreu i LVMH, gigantit të luksit, të thotë se refuzon vetë motorin e tregtisë? Kjo na bën të vëmë në dyshim gjithçka që na kanë mësuar në shkollat e biznesit. Ndoshta rregullat nuk vlen njësoj për të gjithë? Ja ku është çelësi. Nuk bëhet fjalë për të refuzuar marketingun në tërësi, bëhet fjalë për refuzimin e një lloji të caktuar marketingu, atë që e quajmë anti-ndjekja. Pra, ideja është të mos vraposh pas klientit duke e pyetur çfarë do ti? Jo, është refuzimi për të qenë thjesht një pasqyrë dëshirave ekzistuese të tregut. Kjo na çon direkt te pika e dytë, kufijtë e dëgjimit. Këtu gërmojmë pak më thellë në filozofinë që fshihet pas gjithë kësaj. Pse? Në fund të fundit, të dëgjosh klientin mund të jetë një kurth. Të gjithë e dim atë thënien e famshme, që shpesh i atribuohet Henry Fordit. Po t'i kisha pyetur njerëzit se çfarë donin, do të më kishin thënë një kal më të shpejt. E po pikërisht këtu bazohet e gjithë filozofia e Arnault, problemi i kalit më të shpejt. Njerëzit din të kërkojnë vetëm një version më të mirë të asaj që tashmë e njohin. Ata nuk mund ta imagjinojnë automobil. Pra ja ku e kemi dallimin bardhë e zi. Klientët janë fantastik për disa gjëra, apo jo, për të na thënë çfarë nuk shkon, për të krahasuar produktin A me produktin B, për të kërkuar përmirësime të vogla, graduale. Por, kur vjen puna për të imagjinuar diçka krejtësisht të re, një kategori të re, aty dështojnë totalisht. Ata nuk dinë si të artikulojnë nevojat e tyre më të thella, ato simbolike. Njëri, pra marketingu tradicional, përmirëson ato që kemi sot. Tjetri, vizioni, shpik ato që do të kemi nesër. Është një botë e tërë diferenca. Në rregull, kjo është e drejtë. Nëse nuk ndjekim klientin, atëherë kë ndjekim? Kjo na çon te pika e tretë. Krijimi është një akt leadershipi dhe kjo ndryshon gjithçka. Këtu ndodh një transformim. Kompania nuk e sheh më veten si një shërbëtor që thjesht merr porosi. Jo, ajo bëhet një agent kulturor, një forcë që formon të ardhmen. Kjo kërkon një bindje të brendshme të hekurt. Nuk pyet më çfarë dëshiron bota, pyet çfarë duhet japim botës. Marka nuk është më pasive ndaj kulturës, por bëhet aktive në krijimin e saj. Dhe sigurisht, kjo ka një çmim. Vet Arnaut e thot hapur. Donjëherë dështon. Patjetër që dështon. Kur ti nuk mbështetesh te të dhënat e tregut, te fokus grupet, te sondazhet, ti po merr një rrezik të jashtëzakonshëm. Marketingu tradicional përpiqet ta zhduk rrezikun. Kjo filozofi e përqafon atë si çmimin që duhet paguar për të qenë vërtet origjinal. Mirë po, kur funksionon? Çfarë ndodh kur ky vizion kapet? Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Pika e katërt, pse klientët ndiqin vizionin? Këtu ndodh një përmbysje psikologjike jashtëzakonshme. Ndodh kjo që quhet përmbysja psikologjike. Hapi i parë, kompania del me një vizion, me diçka të re, të papritur, që buron nga ADN-ja e saj. Hapi i dytë, klienti përshtatet dhe fillon ta dëshirojë atë gjë të re. Pra, dinamika përmbyset plotësisht. Nuk është më kompania që ndjek klientin, por siç thot vet Arnault, kur ja del mban, janë klientët ata që të ndjekin. Ti bëhesh lideri, jo ndjekës. Dhe ky inversion ka 3 efekte jashtëzakonisht të fuqishme. Së pari, autoriteti. Marka nuk është më thjesht një shitës, por një autoritet, një arbitër shihesh. Së dyti, përforcimi i dëshirës,
Një objekt që vjen nga një autoritet i tillë automatikisht ndihet më i vlefshëm, më i dëshirueshëm. Dhe së treti, formimi i identitetit. Njerëzit nuk po blejnë thjesht një çantë apo një orë, ata po blejnë një pjesë të botkuptimit të asaj marke, po adoptojnë një identitet. Por, për të mbajtur këtë autoritet, nuk mjafton vetëm të krijosh gjëra të reja. Kërkohet diçka tjetër, diçka ndoshta edhe më e vështirë. Kjo është pika e 5, disiplina për të thënë jo. Këtu tregohet forca e vërtetë e një marke. Atëherë, cila është pyetja më e rëndësishme që duhet i bëj vetes një markë? Për marketingun tradicional, përgjigjja është e qartë. Por për një markë që udhëhiqet nga vizioni, pyetja është krejtësisht tjetër. Në fakt, këto marka përcaktohen më shumë nga gjërat që zgjedhin të mos bëjnë. Dhe ja ku e keni ndryshimin. Logjika e zakonshme e marketingut pyet: a do ta blejnë klientët këtë gjë? Është një pyetje që kërkon miratim nga jashtë. Ndërsa, logjika e Arnold pyet: a i përket kjo universit ton? Kjo është një pyetje për koherencën e brendshme. A është kjo në përputhje me atë që ne jemi? Diferenca është thjesht rrënjësore. E thënë thjesht, markat e dobta vrapojnë pas çdo kërkese që shfaqet në treg. Markat e forta, ato të vërtetat, e filtrojnë kërkesën. Aftësia për t'i thënë jo një trendi që mund të sjellë para afat shkurtra, por që dëmton identitetin afatgjatë, kjo është ajo që ndërton një perandori. Mirë po, duhet të jemi shumë të qartë për diçka. Kjo filozofi nuk është një formulë magjike që funksionon kudo. Absolutisht jo. Dhe kjo na sjell te pika e fundit, pika e 6. Kjo është një bisturi, jo një çekiç. Duhet ditur kur ta përdorësh. Kjo doktrinë është e shkëlqyer në fusha si luksi, dizajni, arti, teknologjia e lartë, pra në industri që formsojnë kulturën. Për shembull në modën e lartë, haute couture. Por provo ta zbatosh këtë në tregje ku funksioni dhe çmimi janë gjithçka dhe do të dështosh në mënyrë spektakulare. Imagjinoni një spital apo një linjë ajrore me kosto të ulët që injoron nevojat e qarta dhe urgjente të klientëve, do të ishte katastrofë. Kjo strategji është për ato fusha ku kuptimi dhe simbolika janë më të rëndësishme se funksioni i pastër. Pra, për ta përmbledhur, e gjithë kjo filozofi nuk është në të vërtetë anti-marketing. Jo, është anti-mendim derivativ. Nuk ka të bëjë me injorimin e botës, or ka të bëjë me refuzimin për të qenë thjesht një produkt i botës. Është vendosmëria për të qenë shkaku, jo thjesht pasojë. Dhe gjithë kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje që çdo markë, çdo krijues duhet ja bëj vetes. Çfarë po i tregojmë botës që ajo kur nuk e dinte, se po e priste? Sepse në fund të ditës, forma më e lartë e vlerës nuk vjen nga plotësimi një dëshire ekzistuese, por nga krijimi një dëshire krejtësisht të